I për Shqipëri. Nuk kam filmuar shumë klipe të gjata, por thjesht si herë e parë. Ku shkon e vin, jepa zhvjemo, hedhe lek. Hajde, bismillah. Marrim edhe të pleret, se së dhe lama ty. Edhe ikim ka vim trenin. A veshëm në gjata? Sëve, pak fresk, kam vi. është ora 5:40 mëngjesit. Dhe, do, edhe kam jam pak fresk. Kështu, nëse ftohemi kot. Shumë gëmë. Por që më hajë. Erdhi treni, hyrëm në treni dhe udhimi se zgjat diku 40-50 minuta. Dhe ishte mirë, nuk ishte shumë lëvizje, por që isha mirë, pasi kisha vetëm çantë shpine, kjo thjesht kam kapur se këto janë shumë interesante, kështu si Mollint Ere ose Alinon. Dhe shumë qetë. Thjesht më fli shumë gjumë, se jam zgjuar shumë herët. Dhe këtu kemi zbritur nga treni, marrim një tjetër bus, nuk e di, 2 busa kam marrë, një tren, po. Marr një bus nga treni për tek aeroporti. Këtu jemi në aeroport dhe kishte shumë njerëz. Dhe ja, Tirana. Kalim në security në një. Dhe shumë të geti. Marrë një urë. Edhe pas më kontroli. A më të shpejnë kështë që shpejt. Kështë disa njerëz, ishte pak si shumë njerëz. Tek security. Po, nuk është të shumë. Kaluam kështë shpejt. E tani vetëm të gënë. Edhe ikëm lare. Ja dolëm pas 20 minuta vones. Tani do hikim. Do kam hipur në avion dhe kemi plyer diku 1 orë. Është nisur shumë me vones edhe më mërsitën, edhe njerëzit shumë më mërsitën. Më nisur diku 1 orë gjys pas orarit caktuar. Nëse këtu jemi zbritur në Tirana Airport dhe me busin e Tiranës nga avioni pas e kalojmë thjesht pasaporta aty elektronikisht dhe jemi në shtëpi.